ndeshja teke mund të krijojë presion psikologjik tek lojtarët tanë? Po kjo është ndeshje shumë e rëndësishme. Nëse është ndeshje decisive dhe nëse nuk fitojnë normalisht kjo krijon, le të themi, efekte psikologjike në dy ekipet. Nuk është që ekipi jonë ikën i lirshëm nga emocionet. Ka emocionet. Të ndeshësh në një ndeshje të kësaj natyre, do të kesh patjetër emocione. Unë mendoj që Silvinjo ka fituar një pjeguri të mirë në drejtimin e ekipit, ka kaq vite, pra e zotëron ekipin, dhe më zhdukur që taktikisht nuk luan keq, nga ndeshja në ndeshja. Natyrisht ka ai gabime si çdo trajner tjetër, se nuk ka njeri që zgabon punën e tij. Mendoj që do të ketë problem në krahun e djathtë, siç thash, pra aktivizimi i Balliut apo i Hysajt. Sipas mendimit tim, Balliu ka pasur shansin të luajë më shumë këto kohë të fundit, sepse trajneri i tij e ka aktivizuar më tepër në ekipin e tij, aty ku luan, Raja Vallecano, mos gaboj, kurse pozicioni tjetër që do të jetë i diskutueshëm është qendra e mbrojtjes. Do luaj Ajeti apo do të luaj Smajl, krah Gjimshitit. Edhe këtu ka një mëdyshje. Sipas mendimit tim, po të nisesh nga kualiteti se ku luan Smajlit, i takon Smajlit luaj edhe për shkak të le të themi kohës së gjatë që ai ka luajtur në atë pozicion. Mos harrojmë dhe paraqitjet e Ajetit kur dhe Ajeti është një mbrojtës shumë i mirë. Unë e shikoj të diskutueshme që ai do ta ketë problem trajneri që këtë do të aktivizojë një nga ata të dy. Po mendoj për veçorinë që ka ndeshja edhe për eksperiencën që duhet, mendoj që Hysaj ka me kënë i pa diskutueshëm në edhe pse s'ka luajtur. Edhe në formacion patjetër ka kënë edhe disa ndeshje tjera që u zëvendësu nga Balliu, po tregoj si Hysaj ka pavarësisht moshës ose ndeshjeve që s'ka luajtur rregullisht, te kombëtarja ka një garanci edhe ka të bën ndeshje të veçanta, ndeshje të mëdha, kur janë dashur kombëtarës, sidomos pikët ose prezantimi sa më i mirë në fusha të forta siç është rasti i Polonisë. E përballon presionin, ka kanë edhe kapiten i ekipit ton kombëtar, ka shumë ndeshje mi shpatlla, edhe këto janë ndeshje që me eksperiencë edhe zgjidhen. Do të kundërshtoj pak për mirë, jo për keq. Shiko, koncepti moshë. Se me lejet i kur kundërshtoj shuar në futboll. Ska, po luan Thiago Silva 49 vjeç, Pepe 40, Sergio Ramos, Modric tani, mosha ai është në kulm akoma të luaj. Nuk është hysa në një për veteran e për dakord, secili pastaj thot, a ka të rinj që mund t'i zëmë vendin? Më thoni, kush mund të luaj? Balliu aty janë dhe me moshë.